Është përcjellë këtë të premte për në banesën e fundit ushtaraku veteran major Tosun Tota, partizan i brigadës së 24 të sulmuese, i cili mori pjesë në çlimin e Tiranës krah djemve dhe vajzave partizane të Kukësit. Major Tosun Tota u nda nga jeta në moshën 100 vjeçare në Tiranë, ku jetonte prej vitesh, ndërsa varrimi u zhvillua në Kukës. Kolegë, bashkëluftëtar, familjarë dhe qytetarë të shumtë nderuan kujtimin e tij duke marrë pjesë në ceremoninë martore. Veç me vimtarisë e kontributit tynë dhe tirat shtetërore, ka qenë një aktivist i dalluar shoqëror. Edhe pas shpërnguljes në qytetin e Tiranës, a ishte pjesëmarrës e kontribues me rastin e 17 nëntorit, në kujtim të dëshmorëve të Kukësit që ranë për shlirimin e Tiranës. Ati pranë lapidarit të kthese e Kamzës Tiranë, a i dhe të përcillte mesazhin e brezit ri për luftë e përpjekje punë e kontribut dhe dhëllë. Mes tjerash, Tosuni ishte edhe një familjar shembullor, së bashku me bashkëshorten e tij Zati e Kola Tota. Rritën dhe edukuan 7 fëmijë, 3 djemë dhe 4 vajza, të cilat vazhdojnë jetën e tyre në sektor të ndryshëm të shoqërisë. Sot, këtu në varrezat e Kukësit, ne po plotësojmë edhe një amanet të tij për t'u prehur i qetë pranë djalit të tij kujtimit, të cilin t'ju ndërprej jeta aksidentalisht para 33 vitesh, si dhe bashkëshortës së tij Zati e Tota. Të nderuar pjesëmarrës, më lejoni që në emër të organizatës veteranët të luftës nacionale shqiptare të Shqipërisë dhe personalisht kryetarit doktor profesor Hulusi Hako, në emër të organizatës veteranëve të rrethit Kukës, në emër të shoqëratës atletare kulturore Luma, t'i shpreh familjes Tosunit, djemve dhe vajzave, nipë dhe mbesave, farefisit, miqve, ngushëllimet tona më të sinqerta. Në nderim e respektim të figurës tij, ju propozoj 1 minutë heshtje. I përjetshëm kujtimi i tij. Tash vazhdoni ritualin. Faleminderit. Falenderoj. Tosun Tota lindi në vitin 1925 në fshatin Vil të Vushtricës, në një familje të njohur për bujari, mikpritje, trimëri dhe adetari. Në moshën 14 vjeçare, me 4 tetor 1944, ai u arrestua si partizan në brigadën e 24 të sulmuese, duke marrë pjesë në betejën për shririmin e kryeqytetit Tiranës. Pas luftës, ai kontribui në aksionet rinore për ndërtimin e rrugës së Kukës-Peshkopi, kombinatin në Yzberish si dhe hekurrullën Peqin-Elbasan. Karrierën e tij e vijoi në organet e rendit të publik, ku shërbeu si policë dhe i plotfuqishëm lagjesh në Kukës. Pas përfundimit të shkollës së policisë, ai u gradua nën toger dhe doli në pension me gradën major. Gjatë gjithë shërbimit, major Tosun Tota u dallua për ndershmëri, disiplinë ushtarake dhe kryen me përgjegjësi të detyrave, duke u bërë shembull për kolegët dhe brezat e pasues. Puna e tij si ushtarak i organeve të rendit publik është vlerësuar duke i dhënë disa medalje e urdhra të akorduar nga ish-presidiumi i Kuvendit Popullor. Kukës Televizion dhe presidenti i tij, Lutfi Meçka, shpreh ngushëllimet më të sinqerta për familjen për humbjen e njeriu të tyre të dashur.